Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Qershori ka sjellë një fluks të lartë turistësh në Sarandë duke shënuar një nisje të fortë të sezonit veror. Plazhet janë mbushur me vizitorë vendas dhe të huaj, kryesisht italian, të cilët vlerësojnë detin, mikpritjen dhe raportin e favorshëm mes çmimit dhe cilësisë së shërbimeve. Saranda po konfirmohet si një nga destinacionet më të kërkuara të Rivierës shqiptare. Syri i kaltë rvijon të tërheq vizitorë të shumtë si një nga mrekullitë natyrore më të veçanta të jugut të Shqipërisë. Ujërat e kristalta, ngjyrat e thella blu dhe gjelbërimi përreth krijojnë një peizazh unik, ndërsa vizitorët vlerësojnë pastërtinë dhe qetësinë e zonës, duke e konsideruar një pasuri natyrore që duhet ruajtur me kujdes për brezat e ardhshëm. Restaurimi i veshjeve popullore të Gjirokastrës po merr gjithnjë më shumë vëmendje duke u kthyer në një mënyrë për të ruajtur traditat dhe për të nxitur turizmin. Mjeshtria e qëndisjes Lizeta Atika thekson rëndësinë e mirëmbajtjes së këtyre vlerave, të cilat përfaqësojnë trashëgiminë e pasur kulturore të zonës. Përmes restaurimit, këto kostume të veçanta po përcillen me kujdes tek brezat e rinj. Aktiviteti i Saranda, qyteti notarëve kampion, ka sjellë në shëtitoren e qytetit historinë dhe lavdinë e notit Sarandiot. Përmes fotografive, trofeve dhe rrëfimeve të kampionëve ndër vite, qytetarë turistë po njihen me traditën sportive që e bëri Sarandën një nga qendrat më të rëndësishme të notit në vend. Organizatorët synojnë jo vetëm të rikthejnë kujtesën e brezave, por edhe të përcjellin mesazhin për ringjalljen e këtij sporti dhe ndërtimin e një piscine noti në qytet. Ju njohim tani më gjerësisht. Qershori ka sjellë një fluks të lartë turistësh në Sarandë, duke shënuar një nisje të fortë të sezonit veror. Plazhet janë mbushur me vizitorë vendas dhe të huaj, kryesisht italian, të cilët vlerësojnë detin, mikpritjen dhe raportin e favorshëm mes çmimit dhe cilësisë së shërbimeve. Saranda po konfirmohet si një nga destinacionet më të kërkuara të Rivierës shqiptare. Saranda vijon të jetë një nga destinacionet më të preferuara të turistëve vendas dhe të huaj gjatë këtyre ditëve të para të sezonit veror. Edhe pse jemi ende në muajin qershor, plazhet e zonës janë mbushur me vizitorë që kanë zgjedhur të kalojnë pushimet pranë ujrave të kristalta të Bregdetit Jonian. Temperaturat e larta dhe moti favorshëm kanë bërë që shumë pushues të shijojnë jo vetëm diellin, por edhe detin, duke i dhënë Sarandës atmosferën e një sezoni të konsoliduar turistik. Vendosëm të vinim në Shqipëri sepse është shumë afër Italisë dhe kishim dëgjuar shumë gjëra pozitive për të. Na ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë natyra, veçanërisht deti i Sarandës. Jemi ndier shumë mirë gjatë gjithë qëndrimit dhe mendojmë se do të rikthehemi edhe vitin e ardhshëm, pasi ka ende shumë vende që nuk kemi arritur t'i vizitojmë. Është era e parë që vi në Shqipëri. Në Itali flitet shpesh për Bregdetin shqiptar dhe për bukuritë që ofron ky vend. Ndaj vendosëm ta provonim vetë këtë eksperiencë. Deri tani kemi mbetur shumë të kënaqur, jo vetëm nga deti dhe peizazhet, por edhe nga mikpritja e njerëzve. Kemi kaluar pushime të bukura dhe me siguri do ta zgjedhim sërish Shqipërinë për të kaluar disa ditë pushimi. Në plazhet publike vihet re një prani e madhe e turistëve të huaj, ku numrin më të lartë e zën vizitorët italian. Shumë prej tyre tregojnë se kanë ardhur për herë të parë në Shqipëri, të nxitur nga rekomandimet e miqve, të afërmve apo informacionet e marra në internet. Ata vlerësojnë gjithashtu raportin mes cilësisë së shërbimeve dhe kostos së pushimeve. Shumë prej tyre konsiderojnë Shqipërinë një destinacion ekonomik krahasuar me vende të tjera të rajonit. Sa i përket çmimeve, i kemi gjetur të arsyeshme, edhe në shumë raste të ngjashme me ato të Italisë. Ndoshta, vite më parë ka qenë një destinacion më ekonomik, por edhe sot çmimet janë të përballueshme. Çmimet në Sarandë kemi gjetur mjaft ekonomike krahasuar me shumë destinacione të tjera turistike. Për një vend kaq të bukur buzdetit, kostot e pushimeve janë të përballueshme dhe ofrojnë një raport të mirë mes çmimit dhe cilësisë së shërbimit. Fluksi turistëve në këtë periudhë shihet si një sinjal pozitiv për sezonin veror, i cili pritet të sjellë një numër edhe më të madh vizitorësh në Rivierën shqiptare gjatë muajve në vijim. Syri i kaltë rvijon të tërheq vizitorë të shumtë si një nga mrekullitë natyrore më të veçanta të jugut të Shqipërisë. Ujërat e kristalta, ngjyrat e thella blu dhe gjelbërimi përreth krijojnë një peizazh unik, ndërsa vizitorët vlerësojnë pastërtinë dhe qetësinë e zonës, duke e konsideruar një pasuri natyrore që duhet ruajtur me kujdes për brezat e ardhshëm.
Syri i kaltër po përjeton një fluks të lartë turistësh gjatë kësaj periudhe, duke u konfirmuar edhe njëherë si një nga destinacionet më të preferuara në jug të Shqipërisë. E njohur për bukurinë e tij të veçantë natyrore, burimi karstik tërheq çdo ditë vizitorë nga vende të ndryshme të botës, të cilët zgjedhin ta përfshinë itinerarin e tyre turistik. Ujërat e kristalta, ngjyra karakteristike blu dhe peizazhi i gjelbër që e rrethon krijojnë një panoramë breslënëse, duke e bërë Syrin e kaltër një nga pikat më të fotografuara në vend. Shqipëria më ka lënë një përshtypje shumë të mirë. Është një vend interesant, me shumë bukuri natyrore, pyje dhe paqe që ja vlen të vizitohen. Vendosëm të vinim këtu pasi dëgjuam se Shqipëria po bëhet gjithnjë e më e njohur si destinacion turistik. Deri tani kemi kaluar një eksperiencë shumë të bukur dhe na ka pëlqyer veçanërisht kjo mrekulli natyrore. Kishim dëgjuar se Syri i kaltër është një nga vendet më të rëndësishme për të vizituar në Shqipëri. Para se të vinim këtu kemi vizituar Tiranën, Beratin, Ksamilin dhe Sarandën. Pritshmëritë tona ishin shumë të larta pasi kishim parë shumë fotografi dhe video. Mendoj se është një vend i bukur. Jam e lumtur që e vizitova dhe e përjetova nga afër. Vizitorët që mbërin në këtë destinacion shprehen të impresionuar nga natyra e paprekur dhe pastërtia e ujit, temperatura e të cilit mbetet e ulët gjatë gjithë vitit. Shumë turistë tregojnë se kishin dëgjuar më parë për Syrin e kaltër përmes rrjeteve sociale, rekomandimeve të miqve apo guidave turistike dhe se dëshironin ta shihnin nga afër këtë mrekulli natyrore. Përveç bukurisë së vendit, ata vlerësojnë edhe mikpritjen shqiptare, ushqimin tradicional dhe mundësitë që ofron zona për relaks dhe eksplorim. Bellissimo. Vendi është vërtet i mrekullueshëm. Uji është jashtëzakonisht i pastër me një ngjyrë të bukur dhe shumë i freskët. Natyra përreth krijon një atmosferë qetësuese dhe të veçantë. Është një nga ato vende që të lënë mbresa dhe që ja vlen ti vizitosh të paktën një herë. Rritja e numrit të vizitorëve dëshmon se Shqipëria po fiton gjithnjë më shumë vëmendje në hartën ndërkombëtare të turizmit. Syri i kaltër mbetet një nga atraksionet kryesore që promovon pasuritë natyrore të vendit dhe kontribuon në zhvillimin ekonomik të zonës. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në ujërat e Gjirit të Ksamilit, kur një 22 vjeçar humbi jetën pas përplasjes së mjetit lundrues që drejtonte me skafin e policisë kufitare të Sarandës. Sipas policisë, rreth orës 18:30 të së hënës, i riu i identifikuar si Albiano Kreçi, duke lundruar me një mjet tip jet ski, dyshohet se është përplasur me skafin e policisë kufitare, i cili ndodhej i stacionuar rreth 400 metra larg bregut në monitorim të hapësirës detare. Menjëherë pas ngjarjes, 22 vjeçari u nxor nga deti nga punonjësit e policisë dhe personat e tjerë që ndodheshin në zonë dhe u transportua me urgjencë drejt spitalit, por nuk mundi të mbijetonte plagëve të mara. Për zbardhjen e plotë rrethanave të aksidentit është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe në drejtimin e prokurorisë po kryen veprimet procedurale për të përcaktuar shkaqjet e ngjarjes. Protesta qytetare në Gjirokastër ka vijuar edhe të hënën, duke shënuar ditën e 9 të tubimeve në lagjen 18 shtatori. Edhe pse me pjesëmarrje më të ulët, qytetarët u mlodhën sërish në mënyrë paqësore për të shprehur kundërshtimin ndaj investimit të planifikuar në Zvërnec, duke kërkuar më shumë transparencë dhe debat publik mbi vendimarrjet. Gjatë fjalimeve, protestuesit theksuan rëndësinë e llogaridhënies së forcimit të institucioneve, duke nënvizuar se përgjegjësia për veprimet në detyrë duhet të jetë individuale dhe e qartë. Ata apeluan gjithashtu për mbrojtjen e pasurive publike dhe rritjen e pjesëmarrjes qytetare në çështjet me interes publik. Në përfundim të tubimit, qytetarët marshuan përgjatë bulevardit 18 shtatori, duke përcjellë mesazhe për transparencë dhe angazhim qytetar. Protesta u zhvillua pa incidente dhe u mbyll në mënyrë të qetë, ndërsa pjesëmarrësit paralajmëruan vijimin e saj edhe në ditët në vijim. 594 maturant në qarkun e Gjirokastrës ju nështruan sot provimit matematikës, ndërsa 315 maturant i përkasin zyrës arsimore Gjirokastër Libohov. Sipas maturantëve, testi ishte i nivelit mesatar dhe u zhvillua normalisht në 3 qendra provimi. Më 23 qershor, ata do t'i nështrohen provimit të fundit me zgjedhje, duke përmbyllur procesin e maturës dhe duke hapur rrugën në drejt arsimit të lartë.
315 maturantë të shkollave të mesme të Libohovës dhe Gjirokastrës morën sot pjesë në provimin e tretë të detyruar të maturës shtetërore 2025. Për 2 ore 30 minuta, ata sot ju nështruan testit të matematikës, të cilin para mikrofonit të RTS Gjirokastra e vlerësuan të nivelit mesatar. Testi ishte përgjithsisht i thjesht, i nivelit mesatar, edhe unë jam e kënaqur me provimin. Ju arriti koha, arritet i bësht të gjitha? Po, koha më arriti edhe më teproj madje. Teza që mesatare. Teza që e goxha e lehtë. Më thënë, shumicat i plotësuam kollaj. Në rregull, më thënë normale. Vështirësi, më tepër? Kishte pak vështirësi sigurisht, maturës. Ku më tepër? Këto ishin këto me shtjellim, më them që duhet i shpjegoje. Pastaj është matematikë, lëndë matematikës është me vështira. Që pretendon? Marrë? Pretendoj mesatare, tiku të 7 dhe 8 në mes. Si jemi ekselent. Si ishte provimi? Shumë i mirë, shumë i thjeshtë. I bëret gjitha pyetjet apo dhe vetë? Të gjitha. Në një ushtrim ku hase më tepër vështirësi? Kishte. Ja me këto ekuacionin, me këto. Që pretendon të marrësh? 7-8. Situata ishte shumë e mirë atje brenda, ishim të përgatitur, kishim mësuar. Si të duk teza? I letë. Isha përgatitur shumë për të ditë, kisha mësuar shumë, edhe dola shkëlqyer atje brenda. Teza ishte nivelit mesatar, në përgjithësi shkoj shumë mirë. I hasëm vetëm tek këto ushtrimet me zhvillim, po në përgjithësi ne kishim punuar me mësuese mirën gjatë konsultimeve dhe ishin të gjitha të punuara. Edhe ky provim u administrua në 3 qendra në Gjirokastër, në shkollën Koto Hoxhi, Siri Shaplo e gjimnazin Asim Zeneli. Sezoni provimeve për maturën shtetërore 2026 përfundon të martën e javës së ardhshme, ku të rinj do t'i nështrohen testit të lëndës që kanë përcaktuar te formulari i lëndës me zgjedhje. Domatja nuk shërbehet më vetëm si sallatë në tryez. Nëpërmjet, mjeshtëria e Glikove ka gjetur një mënyrë të re për ta kthyer këtë perime në ëmbëlsirë, e përgatitur me recetë artizanale. Dhe me kujdesin e traditës së vjetër përmetare, Gligoja e domates po tërheq vëmendjen e vizitorëve dhe po i shton një tjetër shije pasurisë kulinare të qytetit. Në qytetin e Përmetit, ku tradita e Glikove përcillet prej brezash, mjeshtëria mvisave vazhdon të sjellë shije dhe kombinime të veçanta. Përveç frutave, që prej kohësh janë pjesë e recetave tradicionale, sot në këtë qytet po promovohen edhe përbërës të tjerë, të cilët deri dje konsideroheshin të pazakontë për botën e ëmbëlsirave. E një prej tyre është domatja. E njohur kryesisht si perime e tryezës së përditshme, ajo po gjen vend në përgatitjen e glikosit duke sjellë një shije të re, por duke ruajtur të njëjta teknika artizanale që karakterizojnë traditën përmetare. Procesi i përgatitjes kërkon durim, kujdes dhe njohuri të trashëguara ndër vite, ndërsa disa hollësi të recetës mbeten ende sekreti mjeshtërve. Rezultati final është një produkt që ngjall kurreshtjet tek vizitorët dhe dashamirësit e gastronomisë tradicionale. Kone domates e kemi filluar neve të parët Gliko Bonjo. Në fillim e filluam pak se kishim merak si do dilte, po na doli shumë mirë, të tërë kanë mbetur të kënaqur, e pëlqejnë shumë, të gjithë që vinë e kërkojnë procesi domates. Në fillim marrim kukrën e domates. I japim një val të lehtë. Jo val, sa e në ujë për 1 minutë, e heqim. I heqim cipën, e të shpojmë, e vëm në ujë me gëlqere, pasta e marim me shplaj mirë, përgatitim sherbetin, edhe përfundojmë. Në të gjitha i kemi shumë të mira me cilësi edhe nuk e zë për shembull likoja likon për vitin tjetër, po mbas arrës vjen domatja patluxhani që e kërkojnë. Si produkti i ri që është edhur, që e kemi edhur, e kërkojnë shumë. Ne mundohemi me të gjitha mënyrat që ta nxjerrim sa më të mirë.
Krahas domates, nëpërmjet janë eksperimentuar edhe shijet e tjera të pazakonta të cilat dëshmojnë se arti i përgatitjes së glikosës mbetet i gjallë dhe në zhvillim. Në një kohë kur prodhimi industrial po zë gjithnjë më shumë hapësirë, puna me dorë dhe recetat e trashëguara vazhdojnë të mbeten një pjesë e rëndësishme e identitetit kulinar të Përmetit, duke ruajtur lidhjen mes traditës, shijes dhe kujtesës së brezave. Restaurimi veshjeve popullore të Gjirokastrës po merr gjithnjë më shumë vëmendje, duke u kthyer në një mënyrë për të ruajtur traditat dhe për të nxitur turizmin. Mjeshtria e qëndisjes Elizeta Atika thekson rëndësinë e mirëmbajtjes së këtyre vlerave, të cilat përfaqësojnë trashëgiminë e pasur kulturore të zonës. Përmes restaurimit, këto kostume të veçanta po përcillen me kujdes tek brezat e rinj. Veshjet popullore të Gjirokastrës janë kthyer në një element të rëndësishëm të identitetit kulturor dhe në një aset të çmuar për turizmin në zonë. Familjet gjirokastrite po angazhohen për të restauruar dhe ruajtur kostumet e tyre popullore të trashëguara brez pas brezi, duke synuar që këto vlera të veçanta të përcillen tek të rinjt. Mjeshtria e njohur e qëndisjes tradicionale Elizeta Atika thekson se interesimi për restaurimin dhe mirëmbajtjen e veshjeve karakteristike të zonës ka ardhur gjithnjë e më shumë në rritje, duke pasqyruar trashëgiminë e pasur të qytetit të Gurdh. Ka çdo ditë dhe më shumë prurje në atelien ton, kostume të vjetra të cilat restaurohen për të vendosur në korniza, në ambientet e tyre, restaurohen për të vendosur në arredimet e hoteleve apo bujtinave që po hapen çdo ditë, por edhe për të veshur gjatë kohës që ata kanë turist në ambientet e tyre dhe servirin gostinë e parë për mirëseardhjen me këto kostume. Veçanërisht pjesa e Gjirokastrës, Lunxhërisë, që kanë kostume vërtet shumë të vjetra dhe është një kënaqësi e madhe për mua që merrem me restaurimin e tyre, sepse në çdo kostum zbuloj teknika dhe element të ndryshëm të veshjes që kompletoj të gjithë zinxhirin e kostumografisë gjirokastrite. Qëndistarja Gjirokastrite evidenton faktin se ka restauruar veshje popullore me moshë 10 vjeçare, duke bërë të mundur ruajtjen dhe transmetimin tek brezat e rinj të këtyre vlerave. Ajo e cilëson të domosdoshme mirëmbajtjen e veshjeve karakteristike të vjetra si simbolika të traditës sonë popullore. Kemi një kostum që kemi restauruar që ka qenë 120 vjeçar, kemi një lek mbi 130 vjet, që nga koha e martesës së gjyshërve të tyre dhe sot e posedojnë niprit. Por nuk kemi një datë të saktë dhe një vit të saktë. Themi se vërtiten diku te 100-120 vjet kostumet që ne restaurojmë. Gjirokastra është një ndër zonat më të pasura të Shqipërisë sa i përket folklorit dhe trashëgimisë etnografike. Kostumet popullore janë një nga simbolet më autentike të kësaj kulture, duke pasqyruar mjeshtërinë dhe traditën e brezave të shkuar. Aktiviteti Saranda, qyteti i notarëve kampion, ka sjellë në shëritoren e qytetit historinë dhe lavdinë e notit Sarandiot. Përmes fotografive, trofeve dhe rrëfimeve të kampionëve ndër vite, qytetarë turistë po njihen me traditën sportive që e bëri Sarandën një nga qendrat më të rëndësishme të notit në vend. Organizatorët synojnë jo vetëm të rikthejnë kujtesën e brezave, por edhe të përcjellin mesazhen për ringjalljen e këtij sporti dhe ndërtimin e një pishinë noti në qytet. Një event krejt i veçantë vijon të shoqërojë mbrëmjet verore të Sarandës këtë qershor. I gjithë nderimi që vjen nga memoria kolektive për ata që u bën kampion të notit në dekadat e shkuara, i ofrohet çdo banuri e turisti si një vlerë identifikuese e këtij qyteti. Pranë stendave me foto e trofe kampionësh në këtë sport që ishte aq masiv dhe aq rezultativ në Sarandë, para ekraneve ku shfaqen e flasin notarët e rekordeve të mëdha, ndalen qindra hapa për nostalgjinë dhe për të takuar histori sportive që Saranda ka bërë. Impresionet nga ky takim nostalgjik me historinë e shkruar në sportin e notit prej vitit 1936 deri sot kanë përfshirë njerëz të gjitha moshave. Është një veprimtari që bëhet tradit tani çdo vit në pranë kompleksit muzeal, galeri, muzeu traditës, muzeu arkeologjik, edhe këto format krahas muzikës për rinin, për të gjitha brezat, edhe një ekspozit memoriale me një tematik që ka qenë si vjetë dedikuar sportit të notit në qytetin tonë. Me mjeshtëri, i gjithë arkivi profesor Gjorgji Vasilit është frizuar nga studiuesja Enola
që është bërë gjithë ky projekt në formë grafike, me fotografi, me film, pra të gjithë ata ish notarët që janë në jetë tani dhe të tjerët me familjarët e tyre u gëzuan pranë këtij eventi kaq të bukur të bashkuar në këtë atmosferë. Saranda, qyteti i kampionëve të notit, sepse kampionatet e notit në qytetin e Sarandës janë zhvilluar që prej vitit 1936. Klubi i sportit të notit Butrintit të qytetit Sarandës ka shkëlqyer me emra të mëdhenj. Saranditët kanë triumfuar në garat e notit, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Eventi titulluar Saranda, qyteti notarëve kampion, është një ekranizim i botimit të Mozaik Noti në Sarandë me autor gazetarin sportiv Gjorgji Vasili. Saranda priste për 4 ditë rresht kur bësh një kampionat kombëtar i notit, të gjitha moshat vinin atje. Dhe kjo është ngjallet një nostalgji. Unë mendoj se vlera e këtij evenimenti është fakti që ata që e kanë për detyrë ti thrasin pak zemrës atje. Që shiko, kam ardhur dhe drejtoj një qytet. Jemi ne që jemi qytetarët e parë të Sarandës. Nuk kemi një pishin, pa pishin nuk bëhet më. Nuk kemi një ekip të kompletuar që të marrë pjesë dhe insisht. Arrim puna tash Saranda të marrë ndonjë notar që vjen nga jashtë që të përfaqësoj juve dhe merr etiketën KS Butrinti edhe përfaqëson. Ky organizim që u bë këtë radhë është një thirrje që Saranda t'i kthehet sportit të notit. Për te i kësaj, Ciceroni, veterani i jetës sportive të Sarandës, thotë se vlera më e madhe e eventit në shëtitore nuk është kthimi te kujtesa kolektive, por sidomos që të bëjë ata që drejtojnë t'i flasin zemrës dhe ta bëjnë me pishin noti Sarandën e notit. Eventet të tilla janë shumë të nevojshme për qytetin tonë, tregojnë historinë e notit të sportit, se si ka ndikuar në qytetarët e këtij qyteti të bukur dhe për kulturën dhe për çdo gjë që mban notin vetvete. Siç treguan edhe notarët vetë, ka me breza që noti është i lidhur me rrënjët e këtij qyteti, çdo djalë dhe gocë e këtij qyteti është marrë me sportin e notit, ka konkuruar dhe ka dalë me faqe të ndritur në Tiranë, në qytete të ndryshme, por edhe jashtë vendit. Enola Beko, që ka punuar për realizimin e eventit, është vetë një vajzë sarandiote që vit pas viti sjell në mbrëmjet verore të Sarandës pasuri identitare të Sarandës në 10 vjeçarët e kaluar, si peshkimin dhe njerëzit e detit, marinarët që i shtuan kolorit këtij qyteti. E këtë verë, fokusi ishte te kampionët që Saranda i dha notit shqiptar. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajmë bashkë, miru takofshim.